Të nderuar televizionistë, përshëndetje, mirë se takohemi në këtë edicion të radhës të emisionit qendror të aktualitetit politik në RTK Prime. Do të kemi një intervistë ekskluzive sonte. Kam të ftuar ambasadorin e Gjermanisë në Republikën e Kosovës, ambasadorin Rainer Rudolph. Nuk ka shumë kohë në këtë pozicion, ka 5 muaj, nga tetori vitit 2025. Më parë ka qenë zëvendës presidenti i konferencës së sigurisë në Myni. Në kuadër të angazhimit të tij të mëparshëm jashtë vendit, ka shërbyer edhe në përfaqësinë e përhershme pranë Bashkimit Evropian në Bruksel, si dhe në ambasadat gjermane në Varshavë, Washington dhe në Vjenë. Në Berlin ka qenë i angazhuar 2 herë në zyrën e Kancelarisë Federale. Ndër tjerash në Departamentin për Evropën si drejtues seksionit për marrëdhëniet e jashtme të Bashkimit Evropian, zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe marrëdhëniet me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Rainer Rudolph ka studiuar histori dhe gjuhë gjermane në Tübingen, Berlin dhe Aix-en-Provence. Ai është antar i asociuar në shoqatën gjermane për politikë të jashtme dhe është mysafiri ynë i sonte. Është intervista e parë për mediat në Kosovë që po e jep ambasadori Rudolph. Mr. Ambassador, thank you for being with us. Zoti ambasador, faleminderit që jeni me neve sonte këtu. I'd like to speak in German tonight, but Do doja të flas gjermanisht sonte, por që vetëm pak fjalë, edhe pse gjermanishtja është aset i madh për Kosovën. E kam vërejtur që nga dita parë, në fakt, sapo arrita se sa njerëz këtu në Kosovë kanë lidhje personale me vendin tim dhe kam përjetuar gati çdo ditë tashmë kur takohem me njerëz, më flasin për familjarët apo miqtë e tyre që jetojnë në Gjermani. Pra po, lidhjet midis dy vendeve tona janë të afërta jo vetëm në nivel politik, por edhe në atë personal, që është një gjë mrekullueshme për ta përjetuar. Çfarë përshtypje keni për Republikën e Kosovës nga fillimi i misionit tuaj këtu? 5 muaj tashmë. Keni një përshtypje të përgjithshme mbase se ku qëndron shteti ynë i ri në moshë. Në nivel personal, unë do të thosha që vendi është tejet mikpritës. Njerëzit thjesht më mirëpresin personalisht dhe e ndjej atë lidhje për cilën ju pyetët pak më parë, edhe në nivel personal dhe është një gjë mrekullueshme për ta përjetuar. Tani, kur kthehem tek vendi im i punës në nivel politik, sigurisht e konsiderojmë veten miq të Kosovës, se kemi përkrahur vendin për një kohë shumë të gjatë dhe jam krenar për ta quajtur veten pra miq. Në tjetër nuk mund të mos vrej që sistemi politik këtu ndonjëherë funksionon e nuk funksionon. Kur arrita këtu në tetor të asaj kohe, pa ta thënë që na duhet një partner për të shtyrë përpara agjendën tonë, e njëjta gjë vlen edhe sot. Nuk e di se si situata aktuale politike do të zgjidhet, nuk është puna ime ajo, por që thjesht mund të them që shpresoj që të kemi partner të fuqishëm me të cilët do të punojmë. Sigurisht që do ta diskutojmë situatën politike këtu, do doja të marr këndvështrimin, qëndrimin tuaj mbi atë se çfarë po ndodh, por së pari të flasim për ca zhvillime nga Brukseli. Bashkimi Evropian ka hequr të gjitha masat ndëshkuese të shqiptura ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023. Ishin këto masa të padrejta, sipas jush? Nuk do doja të rishikojmë atë që ka ndodhur para 2 apo 3 vitesh. Unë jam interesuar të theksoj që në dhjetor të vitit kaluar është theksuar që masat do të hiqeshin dhe tashmë është konfirmuar që nuk ka më masa financiare, pra bashkëpunimi midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian mund të ecë tutje me shpejtësi të plotë dhe këtë kemi avokuar shumë herë dhe jam i lumtur që është këtë gjë. Pra humbëm diku një vit me një krizë politike. Tani kemi parlament, kemi qeveri, por kemi edhe dekretin nga presidentja Osmani që është quar në gjykatë kushtetuese tashmë. Cila mendoni që do të ishte zgjidhja? Do të shkojmë prapë në zgjedhje apo do të kemi president të ri? Cili është qëndrimi juaj për këtë?
Tani ta them kështu, nuk kam asnjë lloj ideje se si do të vendosë gjykata kushtetuese dhe thjesht nuk më përket mua. Ajo që është më rëndësi për ne është që të kemi institucione stabile me të cilat do të punojmë dhe siç e thatë edhe ju, keni pasur dy palë zgjedhje nacionale vitin e kaluar, plus pastaj zgjedhjet lokale, po sigurisht që po. Edhe 2 raunde. Tani, nga perspektiva ynë, duam të punojmë me vendin, kemi një agjendë në cilën punojmë, agjendë ekonomike, politike, të sigurisë. Dhe për këtë, thjesht na duan palët e kundërta, me mandat me cilët mund të punojmë. Për këtë jemi të interesuar. Por nëse mendoni që do të ketë zgjidhje, apo si e shihni që mund të ndodhë, jeni angazhuar me ambasadën gjermane në këtë diskutim politik për gjetur një lloj mënyre? Sigurisht që jam në kontakt me gjitha palët politike, qeverisë të opozitës, por që nuk e konsideroj punën timen që t'i them dikujt që është i zgjedhur demokratikisht, por që përpiqem ta theksoj atë që e thash para pak sekondash. Është në interesin tonë që të kemi institucione, stabilitet institucional, thjesht që të mund të vazhdojmë punën në agjendën tonë të përbashkët. Unë besoj e kemi të përbashkët si vende, një agjendën evropiane, agjendën ekonomike që ta zhvillojmë tutje së bashku. Por që partitë politike opozitare i kanë bojkotuar zgjedhjen e presidentit apo raundin e parë, ta themi kështu, sepse janë 3 raunde të mundshme. Nuk kanë emër për presidentin, vetëm 2 emra nga partia politike që është në pushtet, do thotë partia politike Albin Kurti që është kryeminist. Për mendimin tuaj, a do duhej që të propozohej dikush për president? Unë nuk do të hyj në këtë lojën e fajsimit të dikujt. Nuk po them që të fajsoni, por thjesht ndoshta një këshill për partitë politike në Kosovë. Mesazhi për të gjithë aktorët politik këtu në gjithë spektrin, mendojni se çfarë është më e mira gjë për vendin në kuptimin e ndërveprimit tuaj me ne, me miqtë tuaj ndërkombëtar, pra, për agjendën ndërkombëtare evropiane që duhet shtyhet përpara. Ajo çfarë mund të bëjmë ne si miq të këtij shteti është që ta marrim këtë dinamik që vjen nga vetë vendi, që rrjedh nga vetë vendi, nuk mund ta krijojmë këtë vetë. Dhe për të pasur këtë momentum pozitiv, na duhen institucione stabile që përfaqësojnë vendin. E kemi parë para ca vitesh ambasadën të angazhuar në këto çështje politike në Kosovë, edhe në zgjedhje qeverisë apo edhe në zgjedhje të presidentit. Por tani më duket që ambasadat ndërkombëtare këtu në Prishtinë shikojnë, ndoshta edhe diskutojnë, por që nuk është se thonë gjë. E keni vërejtur edhe ju këtë dallim? Nuk kam qenë këtu kur Kosova ka shpallur pavarësinë para 18 vitesh dhe pastaj në këtë periudhë pasaj. Ajo që do doja unë të shoh është që gjë normale, Kosova është shteti i pavarur me institucione demokratike, me procedura demokratike, të cilat funksionojnë dhe besoj që i përket secilit vend sovran që ta gjej atë rrugën e vetë për të ecur në vetvete me institucione dhe procedurat që i ka. E cilat janë pritshmëritë tuaja pasi të merret vendimi i gjykatës kushtetuese? Cili mund të jetë rreziku për Kosovën nëse mund të ketë zgjedhje? Do të përpiqem të përgjigjem kësaj pyetje pak më ndryshe. Ka shumë rreziqe në përbot, por që nuk do të fokusohesh aty. Ajo që fokusohemi ne është që të shohim se çfarë mund të bëjmë
me vendin dhe ka shumë gjëra që mund bëhen. Është rruga drejt Bashkimit Evropian, pastaj është bashkëpunimi dypalësh midis Gjermanisë e Kosovës, pra që është në çdo detaj pjesë e agjendës evropiane. I gjithë bashkëpunimi ekonomik i yni është nën ombrellën e Bashkimit Evropian. Pra si ta ndihmoj? Kështu do ta shihnim ne. Cila është agjenda pozitive me të cilën do të mund të punonim dhe se si të krijojmë kushte që ta shtyjmë këtë gjë përpara. Po për partneritetin midis Kosovës dhe Gjermanisë. Në cilin nivel është ky partneritet dhe në çfarë fushash fokusoheni ju më shumë? Që nga vetë fillimi, kushtet janë të shkëlqyeshme. Qeveria jonë dhe qeveria juaj që ka në mandat vitin e kaluar, ministri e jashtme ka qenë këtu në nëntor të vitit kaluar, ministri ynë ka vizituar të 6 vendet bashkë me Kosovën dhe ai kishte ardhur në atë situatën kur nuk ishte ndoshta situata më e mirë këtu, pra nuk ishte zgjidhur plotësisht, pra zotimi ynë, përkushtimi ynë mbetet solid, ka shumë fusha në të cilat do të mund të punonim, shumë afërsisht, për shembull, agjendën ekonomike apo tregtinë e investimet. Kemi tregti të mirë, por nuk është e balancuar, do të mund të kishte shumë më shumë eksport të mallrave shërbimeve drejt Gjermanisë nga Kosova, pra në këtë gjë përpiqemi të punojmë. Pastaj edhe bashkëpunimi ynë zhvillimor që bëhet përmes GIZ ose GIZ-it, çdo gjë bëhet në atë ombrellën se si ta përgatisim Kosovën për antarësimin e arshëm në BE, në politikën rajonale, politikën energjetike, pastaj mjedisore, menaxhimit mbeturinave kështu më radh. Kjo është fryma, pra ato fushat konkrete, nëse mund t'i quajmë kështu, në të cilat duam të vazhdojmë ta zgjerojmë bashkëpunimin me Kosovën. Dhe kemi pasur marrëveshje me shumë miliona për energjinë e kështu më radh. A mund të na flisni pak më shumë për këtë marrëveshje? Marrëveshja që nënshkrua atje midis Bankës sonë zhvillimore, KfW, dhe ministrës këtu është një marrëveshje ku Kosova zotohet për disa synime politikash, politikën e energjisë, dhe kur këto qëllime të përmbushen këtë vit dhe vitin e ardhshëm, kjo hua do t'i ofrohet Kosovës përmes KfW-s. Por që kjo është hua përmes buxhetit që bëhet, kjo është pak a shumë thelbi i marrëveshjes. Do të ketë marrëveshje të tjera në këtë fushë, apo do të jetë vetëm kjo? Jo, kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji me Kosovën dhe rëndësia specifike e kësaj marrëveshje është që KfW-ja nuk financon një projekt të caktuar, por që në fakt thonë, nëse ka disa synime objektiva politikash, pra disa institucione, disa procedura që përmbushen, atëherë do të vijë përkraje financiare për to. Si e shihni sektorin e ekonomisë në Kosovë? Kemi një lloj partneriteti midis sektorit publik dhe atij privat. Është duke lulëzuar në shumë fusha, kam vizituar disa biznese tejet moderne këtu që eksportojnë edhe në tregjet gjermane dhe është inkurajuese ta shoh në fakt në disa raste lidhjet me diasporën e kosovare atje në Gjermani kanë një lloj roli aty ku ata kthehen dhe fillojnë të punojnë bashkë me bizneset e afërta me ta këtu, pastaj edhe bizneset e diasporës në Gjermani. Por unë mendoj që do të mund të kishte shumë më shumë nga këto që do të mund bëheshin. Dhe kjo është pjesë e agjendës sonë si ambasadë gjermane që ta promovojmë të atje. Kemi një diasporë të madhe atje, diku rreth 600.000 shqiptar të Kosovës që jetojnë e punojnë në Gjermani. Cili është roli pra i diasporës për Kosovën?
ose në dobi të Kosovës. Sinqerisht, kemi nderin që kemi gjithë këta pjesëtar të diasporës, sa herë që hipi në aeroplan, prej 200 personave, 190 flasin shqip në aeroplan, dhe pastaj sa po të hapën dyert e kthejnë në gjermanisht. Pjesa e diasporës e bën marrëdhënien midis dy vendeve tona shumë më shumë se sa vetëm marrëdhënie diplomatike ashtu zyrtare. Diaspora, pra, i lidh dy shoqëritë, i gërsheton shoqëritë, dhe kur flas me këdo, dëgjoj ato historiet individuale, është me të vërtet mrekulli ti dëgjosh. Keni vizituar disa vende në Kosovë, besoj. A mund të komentoni cili është vendi më i mirë sipas mendimit tuaj? Nuk e di nëse kam vizituar ato të gjitha vendet për të përcaktuar se cili është më i mirë, por që po i përmend një 2 vende. Një është gjatë dimrit, ku ishte shumë ftoftë, acar, -10 gradë. Me gruan shkuam në zonën e Dragashit, ishte 8 ftoftë, por absolutisht e mrekullueshme si peizazh, dhe rrugës duke u kthyer, u ndalëm edhe në Prizren, ishte ftoftë, por që me diell, dhe ecëm në qytetin e vjetër të Prizrenit. Në një farë mënyre e sheh historinë e Kosovës. Gjitha ato kapërcimet kulturore, fetare, pasaj edhe arkitekturën që i reflekton këtë, xhamin, kishën ortodokse, kishën katolike, me të vërtet përjetim i bukur. Keni qenë në veri? Po, kam qenë në Mitrovica, edhe në Mitrovica të Veriut disa herë tashmë, dhe po, bëra një udhëtim në 4 komunat e Veriut në fund të janarit, më duket, dhe u takova me gjithë kryetarët e sapo zgjedhur, po. E dini që e mbani mend, besoj, atë rastin e Banjskës, një gjë shumë e keqe që ka ndodhur, por kemi situatë shumë më të qetë tashmë. Po, fatmirësisht po. Kur shkova në janar, i përgëzova pikë së pari kryetarët e sapo zgjedhur për zgjedhjen e tyre si kryetar, dhe pastaj transferimin e rrjedhshëm të pushtetit të kryetarëve dhe komunës në përgjithësi, sidomos për sa i përket Veriut. Pajtimi që u bë çturën e kaluar për implementimin e ligjit për të huajt kishte kaq shumë rëndësi, sepse marrëveshja në të cilën Bashkimi Evropian dhe zoti Sorensen kishte luajtur rol në ta, do të ndihmoj për të zgjidhur çështjet në jetën e përditshme të qytetarëve. Është ligj në përputhje me standardet evropiane, apo jo? Po, ligji asnjëherë nuk ka qenë në diskutim, nuk është debatuar nëse ligji është i mirë apo jo, apo nëse zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Çështja në cilën jemi angazhuar në diskutim, ne thjesht kemi sugjeruar që implementimi të jetë në atë mënyrë që të mos shkaktoj pengesa në jetën e përditshme qytetarëve, sidomos nga pakecat. Sepse kemi akuza nga partitë politike këtu në Kosovë kundër qeverisë për sa i përket ligjit, sepse duke thënë që kjo e mbështet strukturat paralele e diçka të tillë. Si e shihni ju këtë? Prap, kemi qenë në kontakt shumë të afërt me qeverinë dhe po edhe me kryetarët në komunat që preken më shumë ti nga kjo. Qëndrimi ynë ka qenë që nëse ligji zbatohet, atëherë prioriteti duhet jetë që të bëhet në atë mënyrë që shërbimet shëndetësore dhe ato arsimore të mos pengohen, të mos dëmtohen, dhe kjo marrëveshje që është arritur i shërben këtij qëllimi. Të flasim pak për praninë tuaj, për praninë e trupave të NATO-s, ju keni vizituar edhe kontingjentin gjerman aty. Do të planifikoni ndonjë ndryshim në kuptimin e numrit të trupave, apo do të vazhdoj të jetë një të gjatë? Në fakt,
Ajo kufiri I zbarkimit të trupave është ngritur para 3 vitesh, ndërsa për ne, ndoshta është më rëndësi të theksohet që prania gjermane në KFOR tashmë është prania më afatgjatë dhe tashmë edhe më e madhja që kemi e trupave gjermane jashtë vendit dhe mandati miratohet çdo verë në parlament me një shumicë shumë të gjerë. Pra, trupat tane këtu e dim që kanë përkrajën e plot të parlamentit tonë dhe jo, nuk kemi pasur ndonjë diskutim për momentin për të reduktuar një prezencë të tillë. Në këtë situatë e shihni KFOR-in si garanci e paqes këtu në Kosovë? Absolutisht që po. KFOR-i ka një rol qendror për ruajtjen ato që quajnë ambient të sigurt dhe të rregullt dhe kanë mbështetjen tonë të plotë. Siç e dini, i kemi edhe ushtrin ton, pra forcën e sigurisë së Kosovës. Kjo është një çështje tjetër, gjithsesi. Siç e dim, me misionet të tjera të NATO-s, që është NALT, siç quhet, NALT, ne mbështesim edhe zhvillimin e FSK-s, por që nuk është se janë në kundërthënie me njëra tjetrën. Një ditë Kosova dëshiron të jetë antare e NATO-s, aktualisht nuk është e mundur. Si e shihni të ardhmen e kësaj në këtë drejtim? Ne mbështesim atë qëllim përfundimtar dhe gjëja e rëndësishme që duhet pasur parasysh është që një prej pengesave kryesore për NATO-n, por edhe për antarësimin në BE, është çështja e njohjes. Kemi 5 shtete që ande nuk e njohin Kosovën në BE dhe 4 në NATO, dhe kjo pyetje do duhet të zgjidhej dhe mu për këtë ne vazhdojmë ta mbështesim dialogun e udhëhequr nga BE-ja, sepse rruga drejt njohjes, sipas me kalon ka dialogu, pra janë çështje të ndërlidhura, nuk mund të ndahen. Kemi pasur 2 lloj dialogësh. Kemi dialogun drejt BE-s ose me Bashkimin Evropian, por kemi edhe dialogun me Serbinë. Pra si bëhen 2 lloj drejtimesh në dialogu. A mund të hyjë Serbia, Kosova në BE pa pasur normalizimin e plotë të raporteve të tyre? Ajo që ju quani 2 dialogje, për mua janë 2 procese që janë shumë të afërta mes vete dhe mu për këtë e quajmë dialog të udhëhequr nga BE-ja. Për këtë kemi edhe përfaqësues special të BE-s që udhëheq dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe prap, besoj që për 2 vendet rruga drejt integrimit evropian çon përmes suksesit të dialogut Kosovë-Serbi. Nuk e di nëse keni parë lajmin sot, kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka akuzuar Beogradin për një lloj agresioni për shkak të disa ushtrimeve apo manovrave ushtarake në Buenos afër kufirit me Kosovën. Keni ndonjë koment për këtë? Ushtrimet e ushtrisë serbe dhe po blejnë rakete nga Kina, nuk e kam parë këtë koment nga kryeministri, po ka qenë sot. Por prap, do të thosha vetëm që inkurajojmë të dyja palët edhe qeverinë serbe dhe atë të Kosovës që thjesht angazhohen në këtë dialog të udhëhequr nga BE-ja dhe thjesht të fillojnë duke zgjidhur çështjet praktike. Mu për këtë, kjo marrëveshje që u bë të shtunën ishte kaq me rëndësi. Pra është me rëndësi që shpresojmë që të ndihmoj zgjidhjen e çështjeve që do të mund të lindnin për shkak të një komuniteti të caktuar, por po ashtu është me rëndësi që në një kontekst më të gjerë sjell këtë dialog midis Kosovës dhe Serbisë një hap më tutje drejt integrimit evropian për të dyja vendet në fakt. Kosova dëshiron paqe, megjithatë, dhe ka një marrëveshje
të Brukselit, pastaj edhe aneksi i Ohrit, që dhe Kosova është pajtuar, por Serbia ka refuzuar këtë marrëveshje. Kur mund të shohim që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ky është qëllimi përfundimtar, sigurisht, dhe deri në atë kohë unë do t'i inkurajoja të gjithë që të punojnë në hapa konkret, si kjo marrëveshje e kësaj të shtune, për të zgjidhur çështjet për qytetar, derisa çështjet e mëdha të njohjes të mos zgjidhen, së paku të punojmë në ato gjëra, në ata hapa që e bëjnë situatën më të mirë, më të lehtë për qytetar. Dhe çështja kryesore është asociacioni komunal me shumicë serbe, siç e dini. Sipas ambasadës gjermane apo shtetit tuaj, cila do të jetë zgjidhja, sepse nuk kemi asociacion. Ideja e asociacionit është pjesë e këtij dialogu për shumë vite më radhë tashmë. Dhe ne komunikojmë me qeverinë e Kosovës, i kemi komunikuar që do ta çmonin shumë që të ketë ndonjë sinjal pozitiv drejt themelimit të asociacionit. Mirë, të shohim, kryeministri Kurti ka thënë që nuk e ka bërë asociacionin për një kohë të gjatë, tani të shohim se si do të vijoj në muajt apo vitet në vijim. Ju keni punuar në Bruxelles, e dini se si funksionon, pra në zyrat të tyre aty. Cila do të jetë rrugtimi i Kosovës drejt integrimit, kur e shihni Kosovën antare të Bashkimit Evropian. Nuk do të ishte as pak serioze, po t'jepja unë ndonjë datë, por që është me rëndësi të mbahet mend që procesi i integrimit ose i antarësimit duhet të shtyhet përpara nga vendi i kandidat ose potencialisht kandidat vet. Pra, këto vende vet duhet ta krijojnë dinamikën drejt Brukselit dhe ku ekziston dinamika, atëherë ne si miq mund ta përkrajmë, por nuk mund ta krijojmë këtë shtytje vetvetiw. Por si ndikohet tashmë Brukseli nga zhvillimet siç janë lufta në Ukrainë apo lufta me Iranin, si ndikon këto procese? Ajo që ndodh në pjesën tjetër të botës nuk ndryshon procesin e antarësimit apo kriteret e antarësimit për asnjërin vend në Ballkanin Perëndimor. Sigurisht që lufta ruse ndaj Ukrainës konsumon shumë vëmendje, por edhe politike, edhe asete materiale për vendin tim dhe në vendet tjera, por kjo as pak nuk ka të bëjë me çështjen nëse krijohet qeveria apo reforma që do duhet të bëhen që për ta përgatitur Kosovën për antarësim në BE, apo progres në dialogun midis Kosovës e Serbisë, që siç e thamë është parakusht për progres drejt Bashkimit Evropian. Pra po, sigurisht që çdo gjë që ndodh është pjesë e kontekstit të gjerë geopolitik që ju e përshkruani, por nuk është se pengon ndonjë progres për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën. Gjermania ka nisur procesin e Berlinit. Në cilën fazë është ky proces? Unë besoj që vlera procesit të Berlinit është që inkurajon bashkëpunimin midis 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor të pavarur nga procedurat e përkatëse të antarësimit në BE. Ani të shohim se çfarë do të vërë në agjendë Mali Zi, që është kryesuesi i këtij viti deri në fund të vitit, por çka do që mund të bëhet në nivel rajonal
që thjesht të krijon ato lidhjet biznesore apo edhe materiale edhe personale më të lehta, aq më shumë do të çmohet. Shumë vende të Ballkanit shpresojnë ose duan që të jenë njëkohësisht, do thotë të hyjnë në BE. Apo është vetëm përmbushja e kriterëve. Kështu është strukturuar procesi. Secili vend antarësohet me meritat e veta. Unë sinqerisht nuk është se shoh ndonjë antarësim grupor, nëse mund ta quajmë kështu, ku të 6 vendet hyjnë në BE, sepse nuk jemi në atë nivel. Disa vende janë shumë më të avancuara se disa të tjera në negociata antarësimi dhe unë besoj që kështu do të ecë edhe më tutje. Për shembull, Malizi do të jetë antari i Bashkimit Evropian, por jo Kosova apo Maqedonia e Veriut apo Serbia. Kështu edhe mund të ndodhë. Siç e dini, Malizi dhe Shqipëria kanë avancuar goxha shumë në negociatat e tyre për antarësim dhe po besoj që mund të krijohet situata ku një pjesë e Ballkanit Evropian të hyjë në Bashkimin Evropian, të tjerët jo. Nga këndvështrimi i Kosovës, unë besoj që duhet ishte inkurajim për të ecur edhe më shumë në këtë drejtim. Where is Kosovo in this Berlin process? What are Ku është Kosova në procesin e Berlinit? Çka arrim ose çka arrihet në këtë proces? Unë mendoj që procesi i Berlinit thjesht mund të sjellë disa dobi praktike për bashkëpunimin rajonal, që bizneset të punojnë së bashku më afërsisht, për shembull për bashkëpunimin rinor apo midis të rinjve, që të bëhet përtej kufive. Rajko, ajo zyra për bashkëpunimin rinor në Ballkanin Perëndimor, është një prej shembujve. Besoj që këto përjetimet për vojat e përditshme të bërë më të lehtë. Tani, folëm edhe për njohjen. Është një forum ku të 6 vendet ulen në të njëjtën tavolinë, në të njëjtin nivel. Siç e dini, janë 5 shtete anëtar të Bashkimit Evropian të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Si mund të ndihmojë Gjermania Kosovën në këtë drejtim? Tani po flisim për atë dinamikën, momentumin. Ne njohim Kosovën që prej ditëve të para të shpalljes, por po ashtu do ta inkurajoja Kosovën që të argumentoj, që të paraqes argumentin para vendeve mosnjuese për ta shpjeguar se pse nuk mund të bëhet kjo sot. Për aq sa diun ka arsye të caktuara individuale për vendet që nuk kanë njohur ende Kosovën. Pra, si sugjerim, do të ishte që të angazhohen me secilin prej tyre për të parë se cilat janë këto arsye dhe për të parë se çfarë mund të bëhet. Dhe sigurisht mund ta mbështesim këtë lloj procesi. Do doja mendimin tuaj për drejtësinë këtu në Kosovë, që është një shtyllë tetë e rëndësishme e pushtetit, edhe secili ka nevojë për drejtësi normalisht, sepse nganjëherë varet nga vetë edhe cilësia e sistemit dhe si shtet i ri mund të mos kemi atë infrastrukturën më të mirë të mundshme, cilësinë e shërbimeve apo pavarësinë e gjyqësorit. Cili është mendimi juaj? Unë besoj që një sistem i besueshëm i drejtësisë është i pazëvendësueshëm për funksionimin e një shteti demokratik, sepse kur njerëzit pra kanë nevojë për atë siguri që vendimet që
merren nga gjykatat të jenë të pakalueshme në kuptimin që të kenë zbatim të plot. Unë besoj që është një prej sukseseve të këtij vendi në 18 vitet e fundit që ka ndërtuar institucionet e veta demokratike, ka ndërtuar sistemin e drejtësisë, dhe aty që ku mund ta mbështesim sigurisht që do ta bëjmë, edhe nëse na kërkohet këshilla edhe do të ofrojmë edhe ato. Ju e keni përkrahur edhe këtë fushë, por edhe policinë në çështje praktike. E mbështesim policinë, e mbështesim FSK-n. Ka të bëjë me mbështetjen përkrahjen e një shteti të solid e demokratik në zhvillimin e saj. Do doja t'ju kërkoj një koment kur flasim për drejtësinë. Kemi dhoma të posaçme, dhoma speciale të Kosovës, por që veprojnë në Hagë. Ne jemi në fund pak a shumë të procesit, ku pritet të merret vendimi. Çfarë mendoni për këtë proces? Ka pasur procese për ish komandantët e UÇK-s, edhe pastaj ka qenë edhe shefi i shtetit, ka qenë ish presidenti, ish kryetari i parlamentit e kështu me radhë. Ju e thatë vetë, dhomat speciale janë institucione të posaçme që veprojnë me ligjin e Kosovës, cili do të jetë vendimi apo rezultati, dhe normalisht që i përcjellim këto procedura, cili do që të jetë përfundimi, rezultati, qoftë nëse ka dënime apo lirime nga akuza, unë thjesht do t'i kërkoja të gjithëve që ta pranojnë vendimin e një gjykate të pavarur, sepse kështu është krijuar me ligjin e Kosovës me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Kosovarët gjithmonë i kanë respektuar vendimet të gjykatës, edhe në proceset e Hagës. Jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, do doja të flas edhe për shoqërinë civile, por edhe për mediat, sepse si ambasadë keni përkrahur disa projekte në këtë drejtim. Çfarë mendimi keni për shoqërinë civile, por pastaj edhe në sektorin medial? Unë e përjetoj shoqërinë civile si shumë dinamike. Kemi pasur diskutime, biseda të hapura ku njerëzit e kritikojnë forcat politike, na kritikojnë neve, edhe është gjë shumë e bukur, shumë e mirë, dhe më pëlqejnë këto biseda tepër shumë. Besoj që mediat kanë një rol kritik. Ju si medium, sidomos si transmetues publik, keni detyrë që të ofroni informata mbi të cilat pastaj qytetarët marrin vendimet e tyre ose i bazojnë vendimet e tyre. Do thosha, është punë e rëndësishme që ju e bëni, dhe nëse mund ta përkrojmë, do të kemi nderin ta bëjmë këtë gjë. Kur flasim për mediat publike sigurisht janë të rëndësishme, ne jemi transmetues publik, por që nga viti kaluar kemi pasur sfida edhe në aspektin financiar, pastaj edhe ligjin e kështu me radhë, cili do të ishte rekomandimi juaj në kuptimin e vendimarrësme për rregullimin e kësaj gjëje. Pra nuk e di se si do të mund të implementojë kjo gjë, por nga përvoja jonë në vendin tonë, unë do thosha thjesht që mediat e shërbimit publik kanë një rol të rëndësishëm si pjesë, si vetë qenje e shoqërisë demokratike, ofrojnë informata të paanshme, informata për qytetarët, si që dhash mbi të cilat pastaj qytetarët krijojnë qëndrimet e tyre politike të tjera. Për këtë, mediat e sidomos mediat publike kanë rol të qendror në një shoqëri demokratike. Po si janë të rregulluara mediat publike në Gjermani? Nuk e di sa kohë kemi për ta shpjeguar gjithë këto, por nëse mund ta them shumë përgjithsisht, në vendin tonë ato organizohen apo janë të organizuar në nivel rajonal, në nivelin e landeve, dhe pastaj
më sipër, pra varësisht nga strukturat e tyre organizative, por kemi një sistem të pavarur financues, pra nuk financohen përmes buxhetit, por me ato kontributet financiare nga secila familje ose njësi ambisnore. Do të ishte shumë mirë këto ta bëjmë, dhe kjo është vendimi juaj. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, ishte ambasadori gjerman Rainer Rudolph, qëndron e tutje me programin vazhdim të televizionit publik.